Hamdi i takon Allahu Gjeleshanuhu, salavatët tona qofshin mbi vullën e pejgamberis Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Gjematin nderuar, ne besojmë Allahun Gjeleshanuhu, po Allahun Gjeleshanuhu duhet ta njohëm me gjithë cilësitë e tij. Se shpesh ndodh mesin e njerëzve, të cilët deklarojnë se e besojnë Allahun, se e duan Allahun, ama thunë ndonjëherë disa shprehje me cilët Allahu nuk është razi dhe thonë disa fjalë të cilët bin kundërshtim edhe me imanin, ne udhubilan ndoshta e rrezikojnë edhe imanin e njeriut, sidomos nëse ato thohen me vetdije, e qesin njeriun edhe prej feje. Një prej këtyre fjalëve, të cilët fatkeqësisht i ndijmë ndonjëherë në disa njerëz, sidomos kur u vjen pleqënia disave, edhe thot Allahi më ka haru. Ki mendon se Allahi e ka haru dhe për çat nuk vdes. Dhe tash ju kanë randu smundjet, ju ka vështirësu jeta, edhe kur shkojsh të i bësh ngushëllim, të i shkon sabërllok, edhe e pyetën si je, ai vetë se thot elhamdulillah, çashtu si e ka shkruajt Allahi, ai çka thot? Allahi më ka haru mu. Qerët shkuën gjeneratës teme, mu thot më kalon, më ka haru Zoti. Do njëherë këtë fjalë e thonë, jo ai s'munti, po tjerët për okolla. Filanin Zoti e ka haru, Allahi e ka haruat. Gjematin ndershëm, kjo fjalë është shumë e keqe. Ne ndoshta e themi si kot fjalë, si tha pejgamberi alayhis salam, do njëherë njeri e thot një fjalë, ama s'ja ve veshin çka ka fol. Çajo fjalë mund bëhet sebeb 70 vjet shkojnë në xhenem. Për një fjalë, e valla që kjo fjalë është asaj fjale që jo 70 vjet, po ne udhubillah nëse e thot me vetdije dhe qëllim, edhe pi feje qëtë. Se Allahu Gjeleshanuhu nuk i përshkruhen mangësi. Haresa xhemat është cilësi e njerëzve, nuk është cilësi e Zotit. Një prej cilësive të Allahu Gjeleshanuhu është ilm, i ditur. Allahu Gjeleshanuhu ka dije, po dija Allahut nuk është si dija e njerëzve. Ne njerëzit për ditë diçka duhet na kallëzoje dikush, duhet ta lexojmë dikundi, duhet ta shohëm dikundi, dhe në çket mënyrë njeri mëson. Po ka mundësi që atë çka e mëson e haron. Allahu Gjeleshanuhu nuk mëson me informacione, xhamat. Allahu Gjeleshanuhu din, jo se mëson, po ai din. A ne njerëzit ne mësojmë pastaj din. Allahu Gjeleshanu gjithmonë ka qenë i dishëm dhe çdo herë do të jetë i dishëm. Te Allahu Gjeleshanu nuk ka mungesë të diturisë dhe nuk ndodh te Allahu Gjeleshanu haresa. Dhe si thot Imam Nesefiu, thot Allahu Gjeleshanu kur i ka shkruajt në Lauhi Mahfuz se çfarë do të ndodhe, nuk i ka shkruajt thot se të haroje, se po haron. Po Allahu thot e ka shkruajt që t'ju tregoje me laqeve se çka do të ndodhe. Jo për veti, se Allahu Gjeleshanuhu nuk haron. Dhe këtë e kemi në 2 ajete kuranore. Një është në ajetin e 64 të surës Maryam, ku Allahu Gjeleshanu thot Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana rabbuka nasiya. Allahu Gjeleshanu nuk është që haron. Dhe ajeti 2 është në ajetin 52 të surës Taha, ku Allahu Gjeleshanu thot wala yansa. Pra Allahu Gjeleshanuhu nuk haron. Dhe këto 2 ajete kuranore na dëshmojnë xhamatin ndershëm se prej cilësive të Allahu Gjeleshanuhu është dituri e përhershme dhe jo haresa. Haresa nuk lejohet t'i përshkruhet Allahu Gjeleshanuhu. Dhe thotë njeri më ka haru Zoti mua, ose e ka haru filanin i ka bo 90 vjet, 100 vjet, e ka haru Zoti. Jo xhamatin ndershëm. Nuk e ka haru. E as nuk haron Zoti. Po Zoti e ka shkruajt se ai sa do të jetoje. Dhe kur do të vijaj minuti, nuk ka mundësi që të kalohet ai minut. Po si cili e ka dakikin e vetë xhamat. Si cili e kemi atë minutin që Allahu na i ka shkruajt, jo me laqet. Dhe me laqja nuk e din se çfarë duhet boje derisa Allahu ta urdhnoje. E kur i thot Allahu Gjeleshanuhu filani të shkësh filan momenti që atëherë shkon me laqja.
E xhamati nderuam, pra ta korrigjojmë këtë gabim, të cilin jo gjithë e bëjmë, po disa prej neve, po nëse dikush e ka këtë shprehje, këtë fjalor, do thot këtë fjalë, duhet me hek. Dhe me bot tëube, me thonë stakfirullah, nëse e ka thonë dikush të boje tybe, të boje istikfar, dhe të kërkoje falja Allahu Gjeleshanu, se ja ka mbështet Zotit një element të cilën nuk i takon Zotit. Haresa nuk i takon Allahu Gjeleshanu. Dhe nëse dikush e ka thonë, të kërkoje falja Allahu Gjeleshanu, dhe të mos përsëritet xhamatin ndershëm, dhe këtë fjalë ta largojmë prej mesit tonë, ta largojmë prej gjuhëve tona, që të themi Zoti e ka haru dikant ose Zoti më ka haru mu. Jo xhamatin ndershëm, kjo është një gabim trashanik që bëhet, po inshallah taala ta korrigjojmë dhe të kemi njohuri. Është mirë xhamat, jo rastisht ulemat përpara e kanë nis çdo herë që xhamateve që tregojë, do thot, për cilësitë e Allahu Gjeleshanu, që njerëzit të dinë cilësitë e Zotit, që mos i përshkruaje Zotit gjëra të cilët nuk i takojnë, neudhubillah, se e rrezikon edhe imanin, a nëse bohen me vetdije e nxjerrin njeriu edhe prej feje. Allahu na ruaj. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.